përsërish edhe një herë, këtë herë në zemër të kryeqytetit tonë, në zemër të Republikës tonë, jemi mbledhur në sheshin më të madh ku kryengritja djathtë kombëtare po merr formë, po merr trajt, po merr flak, në sheshin ku historia e Kosovës do të shënoj edhe një datë, datën kur u kuptua qartë se LDK është ringritur edhe një herë në këmbë. Datën kur sërish LDK dhe populli i Kosovës u bë një, datën kur themi me plot zemër krejt Kosova LDK. Dhe sonte e shënojnë fillimin e një kapitulli të ri për Kosovën, sonte e shënojnë një moment definues të historisë popullit tonë, sonte e shënojnë kryegrindjen e djathtë kombëtare si thirrje monumentale e popullit Kosovës. Dhe në këtë natë verore, teksa qëndrojmë krah për krah me njëri tjetrin, teksa mbështetemi te miku, teksa mbështetemi në fëmijën, teksa mbështetemi në babën, nanën, djalin, vajzën, teksa mbështetemi tek bashkëmendimtari me cilin e ndajmë një shesh, e ndajmë një qell, e ndajmë një fat, e ndajmë një republik, e kuptojmë dhe fuqinë tonë kur pomi bashkë si një popull, në një qell, në një republik, në një Kosovë. Dhe sa herë jemi bërë bashkë, kemi ndruar fort, kemi luftuar fort, kemi fituar fort, dhe sonte po bëhemi bashkë për të fituar fort, fitore dhe asgjë më pak se kaq. Po bëhemi bashkë në supet e shtatorit të shqiptarit më të madh, të Ibrahim Rrugovës. E në anën tjetër e gjejmë vetën në hijen e shtatorës së Skënderbeut dhe mu në këto hije të mëdha e kemi të qartë, shumë të qartë, se sa i madh e sa i shenjtë është uniteti shqiptar. Bashk jemi të pandashëm, bashk jemi të pandalshëm dhe populli i Kosovës sonte është bërë bashk. Bashk kundër ndarjes, bashk kundër urrëtitjes, bashk kundër përçarjes. Kjo është fitoria jonë e vërtetë. Sonte populli ynë, po i ka përcen zëtësit, po i ka përcen përqarësit, populli ynë, po e tregon madhështin, po e tregon urtësin, mbi gjitha, po e tregon vullnetin për të ndruar përpara. Prandaj, në këtë shesh, jemi mbledhur rreth shpresës në vend të urrëtitjes, jemi mbledhur rreth ëndrrës për ndryshim, në vend të thirrjes për përplasje, jemi mbledhur sërish për catën herë, edhe një herë, rreth lidhjes demokratike të Kosovës, shpresës parë dhe të fundit të Republikës Kosovës. LDK! Jemi mbledhur për të përmbyllur një fushat elektorale, një fushat që u bë shembull, një fushat që afroj, një fushat që ftoj, një fushat që bashkoj dhe një fushat që mbi të gjitha nxiti shpresë për të ardhmen e Republikës. Ne nuk kemi bërë fushat duke sharë, nuk kemi bërë fushat duke ndarë, nuk kemi bërë fushat duke ofenduar, nuk kemi hyrë këtë garë për të mundur njëri tjetrin, sepse në demokraci e në shqiptari nuk mundet bashkëqytetari yt, nuk mundet fëmijë yt, nuk mundet familja tjetër e këtij vendi. Në demokraci e në shqiptari përbashkohet, ndërtohet, punohet. Prandaj jemi këtu për ta ngritur Kosovën, jo për ta mundur vendit tonë. Punën e tjetrit e respektojmë,
mundin e tjetrit e vlerësojmë, po kur s'din, kur s'bën, kur s'mundesh, ne themi hap krah, se kur ke 20 miliardë euro dhe se ke asnjë projekt si kujtim, kur pas 6 viteve pushtet me 50% fuqi, gjen ende ankesë e vajtim, kur i premton të njëjtat gjëra që i ke premtuar që në fillim, byro, sigurime shëndetësore, bank zhvillimore, banesa për çifte të reja, fond sovran, e ku me diçka tjetër, i themi hap krah, shohon, Kosova nuk ka më kohë për eksperimente. Hap krah, shohon, shi se si bëhen këto punë për me, dhe po, kur të ecë Kosova përpara, do të cesim para edhe kundërshtarët tonë politik, sepse rrugët që do t'i ndërtojmë, do t'jenë edhe për ta, spitalet që do t'i bëjmë, do t'i shërbejnë dhe atyre, shkollat që do t'i ndërtojmë, do t'i kenë edhe fëmijët e tyre, energjia që do t'i prodhojmë, centralet që do t'i ndërtojmë, zhvillimin që do t'a sjellim, do t'jetë edhe për ta, sepse ne nuk vim për një Kosovë të një pale apo një partije, nuk vim për një Kosovë të një apo tjetër qeverie, ne vim për një Kosovë të të gjithëve. Prandaj jam krenar me fushatën tonë, krenar po ashtu me listën tonë, e mbi gjitha, krenar me presidentën Vjosa Osmani Sadriu, barcën e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe në këtë natë të historisë sonë të re, kam mbi gjitha mirënjohje për gjithë qytetarët e Kosovës. Qytetarët tanë që për një muaj rresht, në qindra e mira takime anë mban Kosovës, mbajtën gjallë, mbajtën fort, mbajtën lartë, dritën e lidhjes demokratike të Kosovës, si pishtar të një uraganit madh kombëtar, se Kosova ka njerëz turtë, ka njerëz të mirë, ka njerëz punëtor, ka njerëz ndershëm që nuk bëjnë zhurmë për mbajnë familjet, lagjet, qytetet e veta, shtetësinë tonë bisupe. Ju, qytetarët Kosovës, na rikthyet besimi se ky vend ka më shumë mirësi se sa zhurmë, më shumë dinitet se sa mlef, më shumë shpresë se sa frikë, dhe mbi gjitha na treguat se Kosova nuk është lodhur nga ëndra e saj e madhe, vetëm ka pritur lidhjen demokratike të Kosovës t'i kthej besimin asaj. Prandaj, ju ftoj për duartrokitje të madhe për gjithë qytetarët e Kosovës, nga ky shesh i lidhjes demokratike e Kosovës, i ftojmë gjithë ata të na bashkohen në këtë rrugtim të madh. Për ata që kërkuan, për ata që vepruan, për ata që punojnë, për ata që nuk pranojnë dorëzimin, po në thirrjen monumentale për ngritje, na japin gjithçka nga vetja. Ju falemderit nga zemra, falemderit nga lidhja demokratike e Kosovës. Ju falemderit gjithë qytetarëve që na dhanë dritë të fushat. Ju falemderit gjithë qytetarëve të Kosovës që na dhanë dritë këtë fushat. Ju falemderit që ndezët shpresën e njerëzve vullnet mirë, na dha dashuri, mikpritje, na dha dritë. Ju zotohemi se me ju, dritë do të ketë edhe Republikën tonë. Si që ka ta traditë dhe ka janë shesh, leti ndezim dritat e telefonit, ta bëjmë dritë këtë shesh, si që do ta bëjmë dritë gjithë Kosovën, më 7 qershor. Çfarë pe e bukur është për ballë?
Zonja e Zotërin. Dashur qytetar, sonte nuk jemi këtu vetëm për përmbyllur një fushash. Jemi këtu për të hapur një kapitull. Jemi këtu për ta thënë qartë se Kosova nuk është e lodhur nga demokracia. Kosova është e lodhur nga mashtrimi, nuk është e lodhur nga shteti. Kosova është e lodhur nga keqpërdorësit e shtetit. Dhe kur populli lodhet nga gënjeshtra mashtrimi, populli kërkon të vërtetën dhe e vërteta është kjo, është e zëshme, është e qartë, pa lidhjen demokratike të Kosovës nuk ka stabilitet, pa LDK nuk ka zhvillim, pa LDK nuk ka orientim, pa LDK nuk ka shtet që flet me botën dhe nuk ka shtet që respekton shtetarin e vet. Jo sepse jemi të pazëvendësueshëm, jo sepse jemi të rrallë, por sepse jemi të vërtet. Jemi të vërtet. Sepse kur ne themi, do të bëjmë autostradë, e bëjmë autostradën, nuk përërojmë vadën Lopç e ura në Saradran. Vadën Lopç e ura në Saradran do t'i bëjmë veprat muzeut, të muzeut që na tregon se si duke i komunizmi në Kosovë një farkohe. Kur themi se do ta bëjmë centralin me gaz, e zgjedhim gazin amerikan. Kur themi aleancë me jashtë, themi bon stili amerikan. Kur themi shpeshtri e siguri, themi NATO e Amerikë. Themi Amerikë, e më pas se shikojmë Sërbin drejnë sy, prej bon stili dhe në energji, prej siguris dhe në liri, ne e dim në cilën anë të historisë qëndrojmë. Prej vitit 1989 deri më sot, Bush i plak, Bush i ri, Clinton, Obama, Biden e Trump, edhe 100 vjet tjera, Zoti na e Amerika poshtë. Patriotizmi ynë i vërtet, jo i tabelave të rrugëve me emrat kryeministrave Sërbis në veri, as i regjistrimit popullsisë Sërbis. Por patriotizmi i shtetit fort, i aleancës së fort, i Kosovës koklar, i Kosovës shtet pavarur e sovran, janë tërsuar NATO e Bashkim Evropian. Jemi të vërtet, sepse kur themi bëjmë punë, ministrat e lidhjes demokratike të Kosovës nuk rrin Facebook për të sharë, për qeshe, për la. Ministrat e LDK-s nuk janë fëmijë të lasdruar e të frustruar. Ministrat e LDK-s qëndrojnë teren, dit e natë në kantier, derisa se cila rrugë, se cila magjistrale, se cila autostrat, përfundojnë në fat regard, as një dit e humbër përveç se punë, punë dhe vetë punë. Një, tre. Qiljani, Vitis e Kamenicës i vijim me autostradën e Ana Moravës. 20 minuta distancë nga Vlorë deri në Prishtinë. Podujevës e Lapit me autostradën Ibrahim Rugova deri në Merdar. Pejes e Gjakovës me autostradën e Duazgjinit, Vushtrisë e Mitrovicës me magjistralet e nisurat që nuk po përfundoj kur, e Prishtinës, kryeqytetit tonë, me unazën e jashtme, të nënshkruar, të financuar, ndërtuar për një mandat.
Kosova, me LDK-n do të jetë me investimet më të mëdha të bëra në historinë e saj. Dhe ky është patriotizmi i vërtet. Jo i fukarallakut mendor, por i ambiciës së lartë të fortë. Jo e fundit në Evropë, por e zhvilluar, e ndërtuar, e drejtuar. E drejtuar nga krimi e nga korrupsioni, nga mafia e energjisë elektrike, nga propaganda e trushpërlamja, nga frika zymësia. Një Kosovë e lirë, një Kosovë e zhvilluar, një Kosovë e fortë. Një Kosovë që polici nuk e le protest të paraqeverisë, që ushtari nuk e le paqis me ushtrim pa ushqim. Një Kosovë që mësuesi nuk e le greva me 6 muaj, mjekun pa punë e triun pa dhe. Një Kosovë që kujdeset për njerëzit e vet. Jo për votë me 100 euro në mosh, po me paga, me sigurime, me dignitet, me zhvillim, me investime. Pensionet do të dëfishohen, familjet do të ndrohen, e rinia Kosovës do të punësohet këtu në Kosovë. Prandaj, nga ky shesh i flasim secilit ushtar, secilit polic, secilit zjarfikës, secilit mjek, secilit mësues, punëtor e shërbyes, pagat e juaja do të rriten, nuk do të blejmë rrym 1 miliard euro tuaja, me ato pare do të rrisim pagat e njerëzve tonë. Nga shesh, i flasim secilit Sirijës, secilit Ostrej, që thot se s'ka më shpresë Kosovë, shpresa jeni ju. Jeni pasuria më madhe kësaj toke, jeni e ardhmja vendit tonë. Prindrit ju kanë rrit me mund e me djers, gjyshrit edhe me vështirë e me ngarkesë, mos e leni këtë ardhmë në duart e dikujt që nuk të shes ndryshe, vetë se material për ndonjë protestë kundër shtetit vetë. Mos e le këtë ardhme, duart e sekti, që të varfëron, të zhvlerëson, e të bën material pune për në Evropë. Ky është vendi yt, nuk ja ki bërë shkërkujt këtë vend. Republika Kosovës është ëndra jote, këtu i ki rënjët, këtu i ki të ardhmen, beso, gudzo, voto, me shtosh, shërshor, ndryshon. Voto! Dhe vërgojnë histori propaganduse. Mashtruesit e të korruptuarit, niseni një Kosovë të re, një Kosovë që punon për ju e jo ju për të. Një Kosovë ku pushtetari nuk është zot i qytetarit, po pushtetari është shërptor i njeri të tij qytetarit Kosovës. Një Kosovë ku si u blej të ardhmen me lëmosh, por një Kosovë që të ardhmen u abën si çdo të riu në Evropë. Një Kosovë ku drasa e verë dhe vadës, goma rezerve Mitrovisës, përmendorja për zgjalle e peronit, ju mbesin vetëm relikte me cilat qesheni një det kur të plakeni. Stadioneja, muze, sallat, sheshet, rrugë të lotjet, ju mbesi kujtime të një jetë të bukur që keni përpara. Kjo jetë e bukur varet nga ju, nga një numër, 3 shkronja, 113 LDK. Popull i Kosovës, ju qytetar që besoni në Republikën e Kosovës, më 7 qershor, zgjellni mençur, kushtrimi bie për ata që kanë zemër e mendje dëgjojnë. Kushtrimi bie për ata që rrugtimin e vendit e projektojnë si ideal, para së cilit nuk ndalen, nuk dorëzohen, nuk tjetërsohen. Edhe kur është vështirë, edhe kur duket e pamundur. Këtë ideal po e ndjekim bashkërisht ne, të 110 kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilat i ftoj të përshëndet një edhe një herë, me një Eduard Rukitje të madhe, shumë të madhe.
Dhe nga ky shesh I mbushur plot me besim Zot, me vullnet pa shoq, me trashëgiminë e madhe politike që kemi, ne të listës 113, ju zotohemi se shërbimi ynë ndaj vendit është misioni ynë I vetëm. Unë besoj në Kosovë, besoj njerëzit e saj të mirë, besoj në familje që punojnë dershëm secilën ditë, besoj në prindërit që sakrifikojnë gjithçka për fëmijët e tyre, besoj në dritë tanë që meritojnë më shumë se sa shgënim, besoj në moshuarit, gratë e burrat e Republikës që nuk meritojnë të jenë të fundit në Evropë, besoj në vendin tonë. Dhe duke parë këtë shesh për plot, duke parë këtë shesh të jashtëzakonshëm sonte, duke parë juve, nuk e ka më asnjë dilemë se ky vend ka ditë mbara përpara. Jo sepse do të jetë lehta, por sepse do të ndërtojmë bashkërisht. Me punë, me dashmëri, me dashni për këtë vend. Ju faleminderit për besimin, ju faleminderit për dashnin, ju faleminderit që jeni se jeni. Populli më I mirë, shtëpinë më të mirë, vendin më të mirë. Republika e Kosovës është në rajon. Ne jemi lidhja demokratike e Kosovës. 113 është numri ynë. 7 qershori është dita e rilindjes së vendit tonë. Çohuni në kom, kokën lartë, sytë plot, trokitni shoder, kërkoni çdo vosh, forcojeni Kosovën këtë vend për më mirë me tonë. Zoti e bëjë popullin, Zoti e bëjë popullin e Kosovës. Që para jush dhe bashkë me ju. Të ftoj forcën e listës sonë, numri 1, presidentin e 6 dhe shërbëtorin e fjallëve të shesh, para popullit dhe zotit, presidentin e 7 Republikës Kosovës. Jo sa s'moni zoti ju. Faleminderit për këtë pjesëmarrje të jashtëzakonshme të dashur qytetarë të vendit tim, të dashur motra e vëllezër nga e gjithë Kosova e nga Mërgata, të rinj e të reja që jeni shpresa e këtij vendi, të dashura gra e nëna që me duart tuaja e keni mbajtur gjithmonë këtë shtet, bashkëdhetar të Mërgatës më të mirë në botë, veprimtar, aktivist e rrugovist të përbetuar. Sonte të dashur qytetar jemi mbledhur pranë shtatorës Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe asaj të presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova,
këtë fushat, por në të njëjtën kohë, për të hapur një kapitull krejtësisht të ri të historisë sonë, një kapitull të bashkimit, një kapitull të dinjitetit të rifituar, një kapitull ku Kosova ecën përpara e lirë, e bashkuar dhe sy pa trembur për të ardhmen e saj. Kemi udhëtuar kudo në Kosovë këto ditë, nga Prizreni deri në Mitrovic, nga Peja deri në Gjilan, nga fshatrat e Drenicës deri në lagjet e Prishtinës, e kudo në Kosovë. Kemi parë ftyrat e prindërve që zgjohen çdo mëngjes, me frikën se fëmijët e tyre sërish do ta marrin rrugën e aeroportit dhe të mërgimit. Kemi dëgjuar të rinjt, të cilët ndrojnë për një të ardhme të ndërtuar këtu, në tokën e tyre, në atdheun e tyre. Kemi dëgjuar gratë të cilat punojnë ditë e natë, që mbajnë familjet, ndërtojnë bizneset, edukojnë fëmijët dhe shpesh nuk u njihet asnjë merit për këtë. E çdo takim kudo në Kosovë, na ka treguar një gjë të vetme. Kosova meriton shumë më tepër se sa ajo që po e merr sot. Prandaj, dua t'ju them se unë besimin e kam te ju, e kam te të gjithë ju, se ju do ta ringritni Kosovën aty ku e meriton. Besoj te forca e këtij populli, te mençuria e këtij populli, te vendosmëria e këtij populli. E ju e dini, të dashur rrugovist, ju e dini se ka nga ata që menduan se na rrëzuan për gjithmonë. Ka nga ata që menduan se kjo lëvizje e ndërtuar nga populli u lodh. Ka nga ata që menduan se kjo frym u shua, se kjo shtëpi nuk do të ngrihej më. Por ata nuk e kuptuan një gjë. Nuk e kuptuan se lidhja demokratike e Kosovës nuk është ngritur mbi pushtetin, por është ngritur mbi besimin e njerëzve si ju. Prandaj nuk shuhet asnjëherë. Dhe kur një lidhje ndërtohet mbi besimin e njerëzve, ajo mund të goditet, mund të sfidohet, mund të rrëzohet përkohësisht, por nuk do të mposhtet kurrë. Sepse historia jonë na ka mësuar rrugova. Historia jonë na ka mësuar se sa herë që na kanë nënvlerësuar, ne kemi triumfuar. Sa herë që kanë menduar se nuk mundemi, ne e kemi dëshmuar të kundërtën. Sa herë që kanë menduar se thyhemi, ne jemi ringritur edhe më të fortë. Sa herë na kanë sulmuar, ne jemi bashkuar edhe më fort. Sa herë na kanë shpallur fundin, por ja ku jemi sot, këtu më të bashkuar, më të fortë dhe më të vendosur se kur më parë. Sepse ju e dini të dashur rrugovist që historia e LDK-s nuk është histori e rënjës. Historia e LDK-s gjithmonë është dhe do të mbetet histori e ringritjes, ashtu siç jeni ringritur sot ju, e ashtu siç do të ringriten qytetarët e Kosovës me 7 qershor. Prandaj sonte, para gjithë Kosovës e dëshmojmë se ashtu siç u bashkuam e u ringritëm ne, ashtu do ta bashkojmë dhe do ta ringrisim të gjithë Republikën tonë. Të
qytetarë nga gjithë Kosova, çfarë jemi duke parë sot, është një politikë që ka ndërtuar mure mes njerëzve dhe që ka ushqyer ndarje. Kemi parë sulme ndaj çdo zëri që guxoi të mendojë ndryshe. Kemi parë një politikë që nuk ka vizion tjetër, pos një kontrolli të plot. Kemi parë se çfarë ndodh kur dikush fillon të mendojë se shteti është shumë i vogël se sa ambicjet për të kontrolluar gjithçka e çdo kënd. Kjo politikë e frikës, e përçarjes dhe e arrogancës duhet të mbetet një herë e përgjithmonë prapa nesh, sepse demokracia nuk është sundimi i një njeriu. Demokracia është kufizimi i pushtetit të secilit. Demokracia është balanca. Demokracia është llogaridhënia. Demokracia është garancia se kur asnjë njeri nuk mund të bëhet më i madh se shteti. Prandaj ne nuk kemi ndërtuar Republikën e Kosovës që ajo të kthehet në pronë politike të kujtdo qoftë. E prandaj po i thrasim qytetarët e Kosovës, e jo vetëm votuesit e LDK-s. Po ju thrasim juve që ndiheni të zhgënjyer, po ju thrasim edhe juve që mund të ndiheni të lënë anash e të papërfaqësuar nga politika aktuale. Po ju thrasim të gjithë juve që besoni se vendi ynë mund të bëhet më mirë. Juve që doni arsye për të qëndruar në Kosovë e jo ta shihni aeroportin si shpëtim. I thrasim të gjitha gratë e nënat e këtij vendi që kërkojnë mundësitë barabarta për veten e familjet e tyre. I thrasim të gjitha bizneset e ndershme që janë lodhur nga frika e ndëshkimit dhe padrejtësive dhe kërkojnë rrugdalje për zhvillimin dhe perspektivën. Po ju thrasim gjithë juve që e doni një Kosovë normale, stabile, të zhvilluar, serioze, e mbi të gjitha, një Kosovë shpresdhënëse, një Kosovë të respektuar, një Kosovë të urtë e të përbashkuar brenda, por të mençur e ndërvepruese jashtë, një Kosovë fituese. Dhe një Kosovë fituese e sjell vetëm lidhja demokratike e Kosovës. Dhe le ta themi sonte edhe një të vërtet të cilën e din të gjithë. Kosova nuk është bërë shtet duke qëndruar vetëm. Kosova është bërë shtet i fortë duke qëndruar bashk me miqt e aleatët e saj. Prandaj në zgjedhjet e 7 qershorit, qytetarët nuk do të zgjedhin thjesht një opsion politik. Ata zgjedhin edhe përgjigjen ndaj një pyetje vendimtare. A do të mbetet Kosova e ankoruar përgjithmonë me aleancën strategjike me Amerikën, apo do të lejoj që ky orientim historik të vihet në diskutim? Për Kosovën, zgjidhja është e qartë. Për Kosovën nuk ka se si të jetë tjetër, përveç se një Kosovë e lirë, një Kosovë sovrane dhe një Kosovë në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse kjo aleancë nuk është e zakonshme, nuk është as pak e zakonshme. Në fakt është gjithçka përveç se e zakonshme. Sepse kjo aleancë është ndërtuar aty ku historia nuk falte gabime. Sepse kjo aleancë është ndërtuar e forcuar atëherë kur çdo vendim kishte peshë shtetformuese. Sepse kur populli ynë po përballej me shfarosjen dhe kur bota po hezitonte, Amerika veproi. Dhe veproi pa hezitim, veproi me bindje, veproi me qartësi, veproi për liri, për lirinë e popullit shqiptar. Dhe pikrisht atëherë, historia jonë ndryshoi një herë për gjithmonë. Aty
Kosova u shndrua nga një plag në zemër të Evropës në një sinonim të lirisë, sinonim të një epoke të lirisë në kontinentin tonë. Dhe kjo frymë, unë e di që është e gjallë edhe sot, sepse ju do ta mbani të gjallë. Është e gjallë sepse edhe kur vizitova gardën kombëtare të Teksasit, në mesin e ushtarakëve që e mbrojtën vendin tonë, kur Serbia na sulmoi në Bajnsk, komandanti amerikan në emër të ushtarëve që kishin shërbyer në Kosovë tha: "Zonja presidente, ne ishim të gatshëm ta japim jetën tonë për Republikën e Kosovës." Prandaj, në atë fjali, kishte diçka më të madhe se sa mirësjellja dhe miqësia. Në atë fjali kishte besë. Ushtarakët amerikan edhe sot e mbrojnë kufirin ton së bashku me bijtë e bijat më të mirat këtij kombi të policisë ton dhe të ushtrisë son. E përkundër kësaj, ende ka përpjekje të turpshme për ta relativizuar rëndësinë e kësaj aleance, por historia dhe faktet flasin ndryshe. Kur Kosova kishte më së shumti nevojë, Amerika ishte aty. Kur Kosova u çlirua, u pavarësua dhe u ndërtua, Amerika ishte aty. Dhe tani që Kosova po synon sigurinë dhe zhvillimin afatgjat, Amerika është përsëri këtu. Amerika është në çdo kapitull të shtetëndërtimit ton modern, në çlirimin e Kosovës, në deklaratën e pavarësisë, në kushtetutën tonë, në kapitullin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, në njohjet tona, në institucionet tona, në reformat tona, në ushtrinë tonë, në policinë tonë. E kjo aleancë nuk ndalet këtu. Ajo shkon edhe më thellë në zhvillim, në ekonomi e në energji. Sepse e dini kush po na ndihmon edhe sot në sigurinë energjetike? Amerika. Po prap Amerika. Sot garanca e lidhjes së Kosovës me gazin amerikan është lidhja demokratike e Kosovës. Sepse kur ne duhet të zgjedhim mes sigurisë energjetike që na jep Amerika dhe varësisë energjetike nga armiqtë e Kosovës, për ne nuk ka asnjë dilemë në zgjedhjen tonë e as në rrugën tonë. Ne I zgjedhim një herë për gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe sot e dini kush po na ndihmon në fuqizimin e FSK-s? Prap Amerika. E dini kush po jep garanci për paprekshmërinë e kufive të Republikës sonë? Prap presidenti amerikan, Kongresi amerikan, Shteti amerikan, sërish. Prandaj, lidhja demokratike e Kosovës. Prandaj, lidhja demokratike e Kosovës do të mbetet përherë në mbrojtje të kësaj aleance, si një vijë e qartë historike, si një përgjegjësi politike e mbi të gjitha, si një betim moral dhe amanet që na la më I madhi I shqiptarisë presidenti historik, Dr. Ibrahim Rugova. Sepse një popull që nuk u la vetë, nuk u la I vetëm, kur ishte në momentin më të errët të historisë,
nuk mund të jetë kur një popull që sot zgjedh diçka më pak se sa sigurin e plot të së ardhmës së tij. Një aleancë jetike, një aleancë ekzistenciale, e pathyeshme, e pakthyeshme, e përhershme dhe edhe e shkëlqyeshme, se me veç të mirë Kosova nuk mjaftohet kur. E shkëlqyeshme dhe asgjë më pak me aleatin ton të lirisë. Ne e duam Kosovën gjithmonë pranë aleatëve, gjithmonë drejt NATO-s, gjithmonë drejt Bashkimit Evropian, sepse aty e kemi vendin dhe aty e kemi të ardhmen të garantuar. E tani, të dashur qytetar, dua të flas për gratë e Kosovës. Kjo të dashura gra, kjo fushat nuk do të ekzistonte pa ju. Kjo Kosovë nuk do të ekzistonte pa ju. Dua t'ju flas nënave, cilat çdo mëngjes zgjohen para të gjithëve dhe bien të flajnë pas të gjithëve. Gjysheve që i mbajtën familjet në këmbë në vitet më të vështira dhe që sot me ndihmën e tyre në rritjen e mbesave e nipave po ndihmojnë edhe ekonominë. Grave të rezistencës paqësore, grave të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, grave të ndërtimit të paqes, grave aktiviste, grave në bujqësi, në biznes, në fabrika, në zyra, në spitale, në shkolla e universitete, në media, në art, në shkencë e në teknologji, grave në politik, në diplomaci, në institucionet të shtetit, në mbrojtje e në siguri. Nënave të reja, nënave vetushqyese që mbajnë bisupe barën e dy prindërve, e vajzave të vogla, të cilat sot ndrojnë një të ardhme me më të madhe se sa kufit e lagjës së tyre. Studenteve që kalojnë net pa gjumë, duke investuar në dijen e tyre. Grave të mërgatës sonë që përfatsojnë një copë Kosovë gjithandej në përbot. Pa ju gra e vajza, Kosova kur nuk do të ishte Kosova që është sot. Por Kosova nuk mund të ecë përpara me shpejtësinë që meriton, nëse gratë vazhdojnë të përballen me pengesa që nuk i meritojnë. Prandaj zotimi ynë është për barazi në mundësi, sepse një vajzë nga Dragashi duhet të ketë të njëjtin shansë si një vajzë nga Prishtina, sepse një nën në Rahovec duhet të ketë të njëjtën mundësi për punë si një nën në kryeqytet. Një studente në Gjilan duhet të ketë të njëjtën qasje në teknologji, inovacion dhe treg pune si bashkëmoshatarët e saj kudo në Evropë. Ne do të punojmë për një Kosovë ku shteti nxit punësimin dhe mbështetjen e grave dhe qasjen më të lehtë të tyre në çdo mundësi që ekziston. Ne duam një Kosovë ku vajzat tona udhëheqin laborator kërkimor, kompani teknologjike, universitete, institucione publike dhe organizata ndërkombëtare, sepse ekonomia e së ardhmës nuk ndërtohet vetëm me asfalt e beton, mbi të gjitha ndërtohet me dije. Ne duam një Kosovë ku gratë nuk detyrohen të zgjedhin mes familjes dhe punës. Prandaj, do të mbështesim politika edhe më të fuqishme për të mbrojtur e mbështetur nënat, fëmijët dhe shërbime cilësore për fëmijët kudo në Kosovë në mënyrë që asnjë grua mos të detyrohet të heqë dorë nga puna për shkak të mungesës së mbështetjes. E po aq shumë, do të punojmë për një Kosovë ku ka barazi para ligjit, një Kosovë ku të gjithë janë të sigurt. E duam një Kosovë ku vajzat e vogla nuk rriten duke pyetur nëse mund t'ja dalin
por rriten duke pyetur se sa larg mund të arrijnë, sa larg mund të shkojnë. Ky është vizioni ynë, sepse e ardhmja nuk do të shkruhet pa gratë dhe vajzat e saj. E ardhmja do të shkruhet pikrisht nga gratë e saj. Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm që pret të lirohet. Ka rinin më energjike në Evropë, ka rinin më të jashtëzakonshme në botë. Ka resurse, ka ide, ka talent, ka mërgatën më besnike që çdo ditë e provon dashurinë e saj ndaj këtij vendi. Por ajo që mungon qytetarë të dashur është besimi. Besimi I qytetarit tek shteti dhe besimi I shtetit tek qytetarët e vetë. Ne duam që të rinjt mos ta shohin aeroportin si shpëtim, por ta shohin Kosovën si mundësi të pakufizuar. Duam arsim cilësor, shëndetësi për të gjithë qytetarët, inovacion e ekonomi moderne. Dhe në këtë moment vendimtar për Kosovën, kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dr. Lumir Abdigjiku dhe kryeministri I ardhshëm I vendit ton qëndron në krye të këtij vizioni të qartë, një vizioni që synon ta rikthej dinjitetin e institucioneve dhe besimin e qytetarëve në shtetin e tyre. Prandaj, duat ju them të gjithve që na jeni bashkuar sot dhe të gjithë atyre që I kemi takuar në këtë fushat, se nuk ka krenari më të madhe se sa të qëndrojmë krah për krah në këtë rrugtim, me besim të plot në njëri tjetrin e mbi të gjitha, me besim në ju qytetarë të dashur, se ju asesi nuk do të dorëzoheni para propagandës e manipulimeve. Jo, ju nuk dorëzoheni, por do të zgjidhni rrugën e dijes e të punës së ndershme e të dëshmuar. Prandaj qytetarë të dashur, me 7 qershor nuk është një ditë e thjesht votimesh. Atë ditë ne vendosim për ta mbrojtur shpirtin e këtij vendi dhe drejtimin e Republikës son për dekadat që do të vinë. Vendosim nëse Kosova do të sundohet nga një njeri vetëm apo do të ketë sundim të ligjit, nëse institucionet do të jenë të lira apo të nënshtruara, nëse qytetari do të jetë I lirë apo I friksuar, sepse betejë jonë nuk është thjesht betejë politike. Betejë jonë është betejë për ta mbrojtur demokracinë nga mendësia që kërkon pushtet pa kufi. Betejë jonë është për të mbrojtur vlerat njerëzore të cilat rrezikohen nga përçarja. Prandaj, ju bëj thirrje nga thellësia e zemrës. Mos votoni nga zemrimi, votoni nga dashuria për Kosovën. Mos votoni nga zhgënjimi, votoni nga shpresa për fëmijët tuaj. Mos votoni kundër askujt, votoni për Kosovën që ju e meritoni. Votoni për bashkimin, votoni për dinjitetin, votoni për shtetin e të gjithë qytetarëve të vetë. E unë besoj që kur dilni ju me 7 qershor, kur ti mobilizoni familje tuaja, kur ti mobilizoni miq tuaj, vota juaj do të bëhet zë që do të ketë peshën e historisë në Republikën e Kosovës. Unë besoj tek fuqia juaj, me gjithë zemër dhe pa asnjë dyshim. Besoj te nënat që kur s'kan rreshtur së besuari edhe kur gjithçka duke je humbur.
Besoj të njerëzit e këtij vendi që kanë ditur ta bëjnë mrekullinë e qetë të mbajtjes së vendit gjallë. Besoj të baballarët që kanë punuar me ndershmëri dhe i kanë mësuar fëmijët e tyre mos të nënshtrohen kurrë. Besoj tek të rinjët, të cilët ende ndrojnë dhe refuzojnë të dorëzohen ndaj zhgënjimit. Besoj te mërgata jonë, e cila kurrë, asnjëherë nuk e ka harruar Kosovën. Besoj te çdo qytetar që refuzon të pranoj se frika është fati i tij, sepse historia jonë nuk është frikë e dorëzimit. Historia jonë është histori e qëndresës, e sakrificës dhe e besimit të pathyeshëm. Ashtu siç besoi presidenti Rugova, kur liria e pavarësia dukeshin thjesht ëndra të largëta. Ashtu siç besoi ushtria çlirimtare e Kosovës, kur vendosën më të shtrenjtën edhe jetën e tyre ta japin për këtë tokë. Ashtu siç besuan mira qytetar, kur çmimi i lirisë ishte shumë i lartë. Prandaj sot është radha jonë, jo për të bërë sakrifica të jashtëzakonshme, por për të bërë veprime të thjeshta, por të fuqishme. Të dalim dhe të votojmë për bashkimin e kundër ndarjes së këtij populli që ka sakrifikuar aq shumë. Bashk siç kemi ditur gjithmonë, kur Kosova ka pasur më së shumti nevojë për ju. Bashk do ta rikthejmë Kosovën në rrugën e besimit, e kundër ndarjes së këtij populli, në rrugën e zhvillimit dhe të dinjitetit. Sepse shpresa është gjithmonë më e fortë se frika, sepse bashkimi është gjithmonë më i fortë se përçarja, sepse qytetari, ju, secili qytetar jeni më të mëdhej se secili politikan, sepse Kosova, atë dheu ynë i dashur është mbi të gjitha, sepse sa herë Kosova ka nevojë për orientim, ku kthehet? Kthehet te Rugova. Sa herë Kosova ka nevojë për dinjitet shtetëror, kthehet te Rugova. Sa herë Kosova ka nevojë për bashkim, kthehet te lidhja demokratike e Kosovës. Zoti e bekov Kosovën dhe qytetarët e saj, Zoti e bekov përjetësisht miqësinë me Amerikën, rroft Republika e Kosovës e lirë, e bashkuar dhe e pamposhtur. Ju falenderoj. Kam kënaqësinë që ta ftoj që të rikthehet në skenë kandidati ynë për kryeministër dhe kryeministri i ardhshëm Lumir Abdigjiku, që së bashku t'i thrasim kandidatët tonë për deputet në listën më të jashtëzakonshme që Kosova ka pasur ndonjëherë. Faleminderit të gjithëve. Me numër 110, Paris Guri. 109, Demokrat Kanijaj. 108, Balon Prestreshi. 107, Albana Bunjoku. 106, Korap Krasniqi. 105, Riza Krasniqi.
104 Bitim Havolli. 103 Drenush Maloku. 102 Jeton Biçkaj. 101 Zoja Lohaj Konjufca. 100 Sokol Havolli. 99 Alisa Jetulloho. 98 Niç Krasniqi. 97 Kushtrim Krasniqi. 96 Oltion Ahmeti. 95 Rushdi Plakaj. 94 Shukrije Shala. 93 Bajrosh Imeri. 92 Zaim Thaçi. 91 Pajtesa Aliu Krasniqi. 90 Armend Ibrahimi. 89 Zeq Tahiraj. 88 Dafina Zeka. 87 Robert Ukiq. 86 Bahrije Qunaku Vitia. 85 Naim Hajra. 84 Blerim Sinani. 83 Katrina Krasniqi. 82 Shaban Osmanaj. 81 Alban Hoti. 80 Fatmir Memaj. 79 Bejs Qerreti. 78 Vedat Jashari. 77 Arbolena Bilali. 76 Dasmor Durmishi. 75 Andoena Mekuli. 74 Selman Kolgeci. 73 Nejat Ramadani. 72 Naim Behlulaj. 71 Ibush Beshiri. 70 Arta Ajeti. 69 Besim Guda. 68 Gentrit Murseli. 67 Rabije Haklaj. 66 Vesa Biskala. 65 Besim Kodra. 64 Naser Giga. 63 Djelza Shala. 62 Sadri Berisha. 61 Jeton Gajmendi. 60 Visar Zoni. 59 Bekim Goshi. 58 Safete Amërlahu. 57 Anila Reqiza Logishi. 56 Armend Krajqevci. 55 Daud Azemi. 54 Sami Salihu. 53 Emire Nikshi Regja. 52 Sami Boroci. 51 Prosina Berisha Ahmeti. 50 Lulzim Zeneli. 49 Asret Desku. 48 Arieta Skeraj. 47 Derim Kuqi. 46 Hysen Shekaj. 45 Ekrem Mustafa. 44 Besa Gajeri. 43 Shevqet Sheu. 42 Fadil Geci. 41 Festim Kabashi. 40 Arieta Musliu. 39 Kemeti Kuka Hasalari. 38 Ferid Agani. 37 Berat Rukishi. 36 Vjolca Kadulli Halili. 35 Gzim Azroli. 34 Bardul Hasan Papaj. 33 Kreshnik Sholaku. 32 Brikena Muharremi. 31 Gjafer Gashi. 30 Burim Meta. 29 Arieta Saliu Abazi. 28 Arben Gashi. 27 Alban Zogaj. 26 Doruntin Maloku Kastrati. 25 Gjafer Tahiri. 24 Janina Ymeri. 23 Ermal Sadiku.
22 Fadil Hadrxhonaj, 21 Valentina Bunjoku Rexhepi, 20 Shkëmb Manaj, 19 Ekrem Hyseni, 18 Adelina Thaçi Meta, 17 Armen Zemaj, 16 Visar Azemi, 15 Haxhi Abdyli, 14 Besjan Mustafa, të cilët gjithë i dërgojmë për krajën tonë në këto momente të rënda për familjen e tij. 13 Farije Hoti, 12 Hikmete Bajrami, 11 Abdullah Hoti, 10 Anton Quni, 9 Vjetra Sadosi, 8 Uk Rugova, 7 Albena Reshidoj, 6 Jehona Lushaku Sadriu, 5 Lutfi Aziri, 4 Doar Sakica Gjelili, 3 Kujtim Shala, numër 2 kështu si dy gishta, Lumera Abdigjiku, dhe numër 1 Presidenti Vjosa Osmani Sadrio.